Rasti Sejid ibn Xhubeirit rahimahullah me zullumqarin apo Haxhaxhin. Sejid ibn Xhubeiri e kundërshtonte ashpërsinë e Haxhaxhit. Dhe këtë ja tregonte Haptazi se ajo që po e bën ai nuk është sipas fesë së Allahut dhe sa ai është zullumqar. Madje kur u ngritën në kryengritje kundër Haxhaxhit, Sejid ibn Xhubeiri mor pjesë në atë kryengritje, me shpresë se do ta largojë zullumin e këtij zullumqari. Deshti Allahu që të zihet rob Sejid ibn Xhubeiri, tregimi është i gjatë, mirë po shkurtimisht, dhe Haxhaxhi e kishte zakon që t'ju thojë atyre që i kanë zënë rob, a e pranoni se me këtë vepër tuaje ju keni bërë kufër? A e pranoni se jeni bërë qafira me këtë punë? Edhe kthehuni në Islam do t'ju lënë të lirë. Disa nga frika, do më thonë, e shfrytzuan atë lehtësimin e që është ta thuash fjalën e kufrit në rast se të rrezikohet jeta. Është ky lehtësim, ekziston në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ka ajet kuranor për këtë. Mirë po Sejid ibn Xhubeiri nuk e pranoi një gjë të tillë. I tha, unë nuk i kam bërë kufër Allahut prej momentin që i kam zonë besë atij. Unë nuk i kam bërë kufër atij. Pastaj i tha se Sejid do me thonë i lavdruar, njeri i ngritur dhe i lavdruar dhe me fat të mirë. Atëherë Haxhaxhi i tha, ti nuk je, tha Sejid, ti je i nënshmuar. Sejidi i qet i tha, nëna ime e din më mirë se çka jam unë, ajo që më ka vënë emrin, do të thonë familja ime din më mirë se çka jam unë se sa ti. Atëherë i tha, kthejeni këtë, do të thonë, atëherë urdhroi që të ekzekutohet. Sejid ibn Xhubeiri u kthye ka kibla dhe i tha, dhe e citoi ajetin kuranor, e ktheva fytyrën time ka ai që e ka krijuar qiellin dhe tokën, dhe unë nuk jam prej mushrikëve. Më thon fjalët e Ibrahimit alayhis salam. Atëherë Haxhaxhi urdhroi që ta kthejnë ka një anë tjetër. Atëherë citoi ajetin kuranor, kado që të ktheheni, andej është drejtimi fytyra e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë i urdhroi që ta kthejnë ka toka, që t'ja ngulin kokën në tokë. Atëherë citoi ajetin kuranor, nga ajo ju krijuam dhe në të do t'ju kthejmë përsëri. Nga ajo ju krijuam, në të do t'ju futim dhe prej saj do t'ju nxjerrim përsëri. Atëherë Haxhaxhi tha, kputja në kokën, tha se nuk kam pa njerë që më shpejti i kujtohen ajetet kuranore se sa këti. Mirë po para se ta vrasin, Sejid ibn Xhubeiri bëni dua dhe bëri lutje, tha, o Zot, mos ja mundso që të vraj dikën tjetër pas meje. Dhe kështu edhe ndodhi, pasi që e vrau Sejid ibn Xhubeirin, thuhet se filloi që të shmendet dhe që të bëhet që të ketë halucinacione. I vinte domethënë si një lloj meleku që e friksonte para vdekjes së tij dhe thoshte, Sejidi, çka kam unë me Sejid ibn Xhubeirin? Dhe nuk ja mundsoi Allah subhanahu wa taala që të vret dikën tjetër pas Sejid ibn Xhubeirit.